Normal, ditët që kujtojmë herën e dëshmorët që ka dhënë gjithçka për vetës e tyre, për këtë ditë që e gëzojmë lirinë gjithë qytetarët e Kosovës, është një ditë e është një nder i veçantë për neve që të vim për kulum e të nderojmë herojt tonë, të cilët kanë qenë promotor edhe i organizimit luftës të Ushtrisë Ligjore të Kosovës në gjithë aspektet, edhe logjistike, edhe në aspektin e organizimit frontal të çështjes të luftës të Ushtrisë Ligjore të Kosovës. Kështu që ndihem shumë mirë, edhe që kam qenë pjesë asaj atij organizimi, po edhe që i kam njoftë heranët më të mëdhenj që kanë dhënë gjithçka për vetës së tyre. Siç është Ilir Kunushevci, po dhe Hazir Mala. Me majtë emrin e Ilir Kunushevcit nuk është veç privilegj, por është edhe përgjegjësi e madhe. Ndaj, jo vetëm ndaj meje, por ndaj vetë heroi legjendar, axhit tem. Jo veç njëri i familjes teme, por njëri ma shumë i popullit shqiptar, i Kosovës. Çdo vepër e tina do të më nderu, jo vetëm nga ne, por nga të gjithë populli, për shkak se ai ka jep gjakun për të gjithë ne. Unë jam i emocionuar çdo vit edhe më shumë. Edhe s'dija muja mi dal hakut sakrificave të tina, po do përpiqemi me më të mirën. Pa tjetër që po, jemi motoklubi i veteranëve të Ushtrisë Ligjore të Kosovës, pra si një prej shoqatave të organizatës veteranëve të luftës, që në vazhdimsi në për çdo aktivitet përkujtimor marrim pjesë me vullnet dhe vullnetar natyrisht, edhe sot për ndëru veprën heroike të shmorit kombit Ilir Kunushevci dhe gjithë veteranëve tjerë, kemi gjetë kohë me plot vullnet që të vijmë, nderojmë familjen, nderojmë ramjen e tyre heroike. Pra është një aktivitet i përhershëm, i përditshëm që në vazhdimsi e bëjmë për sa vite. Është dita më e mirë e mundshme e gjithë neve që gjejmë kohë të nderojmë këtë sakrificë, këtë heroizëm të secilit dëshmor, gjithandej ka ra dhe kurdoherë që kanë ra për trojet tona.